vetë karike dhe 2-3 pyetje të fundit që kemi t'i bëjmë të ulur, mos t'i bëjmë në këmbë se kemi të ftuar. Mund t'i bëjmë edhe në këmbë, nëse jemi drejt fundit nuk ka problem. Edhe në këmbë mund t'i bëjmë. Pyetje tjetër duar nga Debora. Po do ishe një akullore, çfarë shije do ishe ti? Koko del Çoko me kakao? Çoko del kakao apo vanilje me qumësht? Vanilje me qumësht. Jo, preferoj më mirë Çoko dhe kakao, des meraviliao. Çoko dhe kakao, me u corazao. Rajan, pyetje tjetër Rajan, shpejto, se na iku treni. Eranda, a të merte era kur dili jashtë teros? Qarë? Të merte era kur dilin dhe dera? Po si jo, sidomos kur hape dhe penxheria dhe bën të korrente, di si fluturoja. Kam qenë shumë e dobët. Unë kam qenë shumë e dobët dhe madje kam patur një shoqe të ngushtë kur kam qenë e vogël në lagje që e kam akoma Sonila. Sonila ishte bufe, unë isha shumë e dobët. Dhe sa herë që dilim në rrugë në Tiranë, na thoshin: "Ua, Olio dhe Stelio." Olio dhe Stelio kanë qenë dy personazh komik, të cilët ishin njëri i trash dhe njëri i holl nga trupi, se ishin komik të shkëlqyer, por që në pamje ishin ashtu, një çift shumë i lezetshëm. Ashtu isha edhe unë me shoqen time. Bukur, Diori. Ti ke shumë kohë që këndon. A ke menduar ndonjëherë të kishe ndonjë profesion tjetër si të ishe akullore shitëse, astronaute ose balerin? Balerin, astronaute ose shitëse akullore shte? Jo, dhe gjë tjetër. Ose ndonjë gjë tjetër? Po. Tani, unë nuk e di, po kam disa hobi, le të thuat, që i kam akoma tani dhe janë kafshët që i dua shumë. Dhe një gjë tjetër që më pëlqen shumë është të stiloj, të vishem bukur. Për shembull, e kam pasur që e vogël dhe nëse unë nuk do të isha bërë këngëtare, mbase do isha bërë një nga këto të dyja. O veterinere ose stiliste? Ose stiliste, diçka me dizajn, diçka me. Pyetjen tjetër Dior. Pyetjen tjetër? Po, mami im kur dëgjon këngët e tua gjithmonë qan. Po ti qanë ndonjëherë kur dëgjon këngët e tua, apo bën vetëm të tjerët për të qarë? Unë nuk dua t'i bëj të tjerët për të qarë në fakt, dhe nuk e di a kam ndonjë këngë që bën për të qarë, po mbase mund të kem ndonjë këngë për shembull që mund të bëj për të qarë, por unë zakonisht qaj me këngët e të tjerëve, unë vetë nuk qaj me këngët e mia. Kush është këngë që të bën ti të përlotesh për shembull, na hetua një këngë? Pyetje 3 bëj gati. Varet nga gjendja shpirtërore në një moment të caktuar dhe kështu që unë e bëj aq shumë e dëgjoj, domethënë sa e mësoj përmendesh, po të nesërmen ama e harroj. Jepi Dior. Në pralla që më tregohen kur martohen një princ me një princesh, kanë fustane të veshura, skena, po ti dai si e martuar nga që s'ke gjetur princin? Jo, unë kam gjetur princin, po princin e mbaj sekret, sepse kam frikë se shtriga, po ta kur e prek, e kthe në bretkocë, ashtu është? Po, fiks. Edhe kështu që e ruaj që mos ta shikoj shtriga, e mbaj për vete, e mbaj të fshehur. E kuptuan. Dëgjoj, Eranda Libova, duke të falenderuar shumë për simpatin në këtë intervistë. Faleminderit që ke qenë në finalen e X Factorit, se na ike me vrap, pasi përfundove duetin me Adi Krasën, i cili është pritur me shumë dashamirësi nga publiku, se ishte një duet fantastik. Të falenderoj që na lë një copë zemre këtu, të sinqert, ashtu siç je ti e çiltë dhe një Peter Pan që nuk do rritesh kurrë. Faleminderit shumë. Për ty vërtet koha ka ndaluar, edhe pse ke gjysmë shekull jetë, edhe vazhdon e këndon në skenë me të njëjtin pasion si ditën një. Faleminderit për gjithçka i ke dhënë muzikës shqiptare dhe që ke këtë zot mrekullueshëm që depërton në të gjitha shtëpitë shqiptare. Është shumë profesion i bukur, apo jo, të hysh me gëzim në çdo zemër dhe shtëpi shqiptarin, the dia. Patjetër, po, kështu të kam, jam shprehur që vërtet kemi një profesion kaq të bukur që hym kështu pa trokitur në shtëpitë e njerëzve shqiptarëve dhe i gëzojmë me profesionin tonë. Dhe të lutem jep më shumë intervista, sepse flet shumë bukur dhe ke plot bukuri për të ndarë me botën. Eja tani në skesë do e mbyllim me muzikë, na jep një nga këngët e bukura që e këndojnë dhe fëmijët mbase Marinelën me Kaçurela.